Ja si është puna me Joznin, Valbona thyen heshtjen, a ka komunikuar ish banorja me Joznin pas varimit të Big Brother VIP. Raporti Valbona Mhili dhe Jozefin Markut në shtëpi në Big Brother VIP 4 ka qenë shumë i komentuar. Shkaku bë veprimi që gazetarja bëri me këngëtarin kur u eliminua për herë të parë nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Ajo theu kutinë e saj të emergjencës dhe riktheu atë sërish në lojë duke i dhënë një mundësi të dytë. Ne pyetur në atë kohë sepse e bëri një gjë të tillë, ai u shpreh se e ka si vëlla pasi është shok me vëllezërit e saj. Pasi të dy dolin nga shtëpia Big Brother VIP, sqaruan se si qëndronte e vërteta njohjes së tyre, ku thanë se kanë një shok të përbashkët që Valbona e ka si vëlla. Ndërkohë ditën e sotme, pasi Big Brother i ka mbaruar dhe gjesti shpallur fitues, ka qenë e ftuar Valbona, e cila ka zbuluar nëse ka folur me Jozin edhe pas incidentit në gjysmën finale, ku goditi gjestin me shpull. Teksa u pyet, kishe një si vëlla që rrezikove që theve gjëra, ke folur me të pasi ke dalë? Ishte pyetja drejtuar Valbonës, e cila u përgjigj. Valbona kjo është, rrezikon për miqtë e saj deri në pikën e fundit. Absolutisht nuk pendohem për asgjë që kam bërë në shtëpinë e Big Brother. Ajo është një përgjegjësi personale e Jozit, diçka që unë kam reaguar dhe kam dënuar. Unë e di që Jozi është mirë, gëzon shëndet të mirë, por nuk është se kemi pasur ndonjë kontakt. U tha Valbona, ajo pranoi gjithashtu se nuk ka tentuar t'i shkryejë Jozit pasi nga burimet e saj, duket se ai është hidhëruar për pjesëmarrjen e saj në dasmën e gjestit, si dhe për mendimet e saj të drejta se gjesti do ishte fitues këtë edicion. Duket se dyshja ka ndarë rrugët një herë mirë, teksa Jozi Akopma nuk ka dalë në një intervistë për të folur më shumë për incidentin e bërë.